Juli. Dita e Ronës basketbol nga Lohacia. Ekipi i parë që do të luaj, me siguri është ekipi i Tiranës. Se luajt, do vazhdojmë. Mirë. Do shkojmë. Juli, Ermali dhe Vetoni. Ta shohim basketbolistët e Tiranës. Çfarë gare do të bëjnë? Juli është në Lohace, Julian Deda. Go! Ermali shërben topa, dërsa Vetoni është ai cili do të luhat. Drejt, mos ço shtret. Loja po fillon. Për 5, 4, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Fillon koha për çunat e Tiranës. Shohim se sa topa do t'i fusin në kas. Juli fenomenal me të parën e qëllon. Pika e parë. Dhe e dyta. Më duket se kanë ushtruar Juli me Ermalin dhe me Vetonin për këtë loj. Shohem në tentimin e 4, 30 sekonda kanë kaluar. Juli pasakt. 2 shënime deri tani. Juli! 1 minutë 10 sekonda për Julin dhe ekipin e tij. Shohem, a do të e qëlloj për herë të tretë, jo. Minuta e fundit. Qetëso. 2 shënime deri tani. Qetëso se ishin mirë. Shumë mirë filla Juli. Juli Jam shpejt, shumë valla. më i sakt në fillim të lojës se sa tani. Hajde, bravo. Ta shohim tani me një taktik të re. Bravo, hajde. 40 sekonda dhe më fund. Priver. 35 sekonda kanë mbetur për ekipin nga Tirana. 2 shënime deri tani. Shohem 23 sekonda. Shënimi tretë. Shënimi tretë për Julin, Ermalin dhe Vetonin që po e ndjek topin tani. 10 sekondat e fundit. 9, 8, 7, 6, Juli! 2, 1. Mbetet më 3 shënime Juli. Vetëm 3 shënime Juli. Ta shohim tani edhe ekipi i Prishtinës. Bravo Juli, 3 shënime. I mat. Tani radhën e ka ekipi i Prishtinës, Xuxi, Kresha dhe Gjerta. Ekipi i Prishtinës, Xuxi është ai cili do të shërbej apo Xuxi në Lohace. Apo hyp. Apo hyp ti, apo hyp jo? Qysh dush ti? Ta shohim se cili do është ai cili do të gjuaj kosh. Kresha në Lohace. Kresha. Xuxi është ai cili do ta Çdo luajë. gjë është gati Xuxi. Ti ja jap topin ku mund të shty apo? Okej, çu du? Okej. Apo Ajo e cila Loja do të po shërbej. fillon. Okej. Xuxi do ta 5, luajë. 4, 3. Xuxi loja fillon për 3 Një. sekonda. 2, 1. Loja starton. Fillon. Gjithçka gati edhe për ekipin e Prishtinës. Ka dalë më si jap edhe. Duhet të shënojnë 3 herë apo më shumë. 3 herë kanë Publiku një qëlluar mbështetje për Kreshën. ekipi nga Tirana. Problem është shumë për mua. Afro pak më afër. Shumë. Okej, provojte, unë kam problem. Vetëm 1 minutë e 40 sekonda i keni. Jo. Një ndrem, Xuxi më shpejt, Kresha. Xuxi. Shtyne. Xuxi. Publika nuk po e përkra Xuxin si duhet. Xuxi, edhe njerë, Xuxi. 1 minutë e 15 sekonda ka mbetur për ekipin e Prishtinës. 3 herë duhet të shënoj, apo më shumë, nëse dëshiron të fitoj. Shumë vështirë, Xuxi po gjuan sikur ti kishte 2 këmbë të majta. Minuta e fundit, Xuxi.
Minuta e fundit për Xhuxhin dhe ekipin e tij. Nuk ka shënim. Problematike kjo lojë për Prishtinën. No! No! Hajde, Xhuxhi. Bravo. Pavlo, me dal Blerta me boshënime. Tani ta shohim Blerta. 35 sekonda i ka Blerta. Edhe 30 sekonda. Blerta. Blerta shumë më afër se Xhuxhi në tentimin e parë. Kresha ishte tepër i dobët madje. Sigur të gjithë tifozët e Liverpoolit. 13 sekonda të fundit. 10, 9, 8. Duket se ekipi Tiranës do t'i fitoj pikat edhe në këtë sfidë. Përfundoi loja për Prishtinën. Juli, loja më dopë që kemi pasur në basketbol. Loja më dopë. Bravo, Xhuxhi! Bëni gabim ke tempi, ke koha. Kërru se je shumë i madhë për s'ka ke arrit. Tre kosha të arritur nga Juli. Faleminderit. Falë, kur këta marrin 0 piki, marrin me 16 pikë. Kur zerohen. Dorën zemër, Xhox, loja më e dopë që kemi parë në basketbol deri tani në super sfidë. Okej. Nuk e di çka u bë. Qa e po tash? Edhe artistë edhe këngëtarë edhe tonët. Mos u demoralizo Xhuxhi. Mos u demoralizo, edhe më tej në lojë. Sepse di që është edhe basketbollist, po Jo, shumë Ama s'ka të basketbolist bëj me edhe kohë. s'ka të bëj me basketbol kjo. E zero. është një A qesim një me basket? basketbol A s'ka të qesim bëj. një basket? A qesim një basket? Në 3 ju 3. Madje as me futboll. Kjo ma shumë s'ka të bëj me parkour, se sa me basketbol. Kjo me basketboll s'ka kokrën e lidhjes. vetëm duhet të shënojmë kosh, apo? Qa. Kështu Apo që basketi ke aty, po basketbol, ja. Edhe kushim. Po të bëllë që e basketi. kombinimi lohatës dhe basketbollit, gjithsesi ekipi Tiranës fitoi pikë. Rezultati është 15-10 për Tiranën. Juli shënoi 3 kosha. Do ikim. Do ikim. Gati jeni për lojën e radhës? Pa tjetër. Ta shohim se cila është sfida e radhës.